Dy banesa sociale janë përfshirë nga flakët në lagjin Skënderbeg të Shkodrës brenda qendrës së banimit ku janë të strehuara 27 familje të komunitetit rom. Ngjarja ka ndodhur paraditën e sotme, ndërsa fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Në vend ngjarje ndërhyn me urgjencë 2 automjete zjarr fikse, të cilat arritën të izolonin flakët në kohë dhe të shmangnin për hapjen e tyre në të gjitha banesat e qendrës. Orën 9:15 minuta, morëm informacion se në lagjin Skënderbeg, ku janë ta banesat sociale të komunitetit rom, ka rënë zjarr. Menjëherë u nis me në vend ngjarje, me nisjen e parë, me efektivin, dhe kur erdhëm këtu, çdo gjë ishte në zjarr. Sipas dyshimeve, dyshohet se mundi kenë një bombë gazit. Menjëherë fatmirësisht nuk ishte njerëz, domethënë që kishte në brenda në për këta kabinat. Menjëherë u ndërhy, njoftova të vinë me ngjarje dhe automjeti nisja dytë, se u dote se ishte zjarri me përmasa, dhe fatmirësisht e fal ndërhyrjes son, arritëm të shpëtojmë se këta janë 8 kabina, vetëm 3 parat, domethënë ishte zjarri te kabina 3, aty ishte zjarri, aty domethënë bëmë me paranalimin, tjetër këtune veshta. Zjarri rrezikoi të gjithë kompleksin, por falë reagimit të shpejtë, situata u vënë në kontroll. Shkaku i zjarrit dyshohet të jetë rrjedhja e gazit ose ndonjë defekt në sistemin elektrik, megjithatë, grupet hetimore po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Nuri ke kjo lagja këte, bëm pa djali me pa që u doj që shtëpia e gjyshit, i ka rënë të fik djalit, i kanë qenë në spital. Këto nuk janë shtëpi me tulla, këto janë kantina me shkume. Na u premtu çdo gjë, na u premtu në çdo gjë, neve ja deri na ka rënë zjarri nga korrenti. Kot na lavdorohen, kot, këto nuk janë kantina. Dishuni që nga korrenti është apo gazi i langshëm? Jo, vetëm nga korrenti, kush e di ka bërë defekt. Se ka ikur tjetri, ka ikur se ka punët e veta, e shun bombën, e shun gjonat ai edhe u largu, krushku. Edhe vetë ti u ka marrë korrenti, vetëm nga korrenti. Sa shpejt u përhapën flakët? Në moment u hapën flakët nga ai, u doj që ai shkrum u bën ande nga shtëpia të krushkut, pastaj ka ardhur këte. I thashun, do digjet edhe ai mbrenda i sakatuar, do digjet thashun edhe ai sakatuar. U futën çunat nga dritaret, morën e hoqit. Hajde djali pastaj imi, i ra të fik. Ja këte kena. Bashkia Shkodër ka njoftuar se po merr masa urgjente për strehimin e përkohshëm të familjeve të prekura dhe vlerësimin e dëmeve për të vijuar me rehabilitimin e hapësirave të dëmtuara. Qendra e banimit social në lagjin Skënderbeg strehon aktualisht 27 familje të komunitetit rom, të cilat përballen çdo ditë me sfida të mëdha sociale dhe ekonomike.